Përshëndetje njerëz të dashur, përshëndetje. Atëre kjo ishte tava me patate që unë bëra mrem dhe ja si na doli. Ju si keni kaluar, shpresoj të keni kaluar mirë. Ju uroj një fundjavë sa më të bukur. Edhe nesër jemi në shtëpi, gocani. Është fest. Gëzojmë dhe nesër punë e fëmijëve për të ndajtur një ditë në shtëpi. Kësaj radhe na takon dyert, të shtunë e të diel. Edhe ja tava jonë me patate dhe me salcice, si që shikoni, ka dalë super. Kjo është salcice me mish derri. Këtu kemi larë qëruar patatet dhe po i shtojmë kripën, do t'i shtojmë dhe disa erza. Në të vërtet qëndron dhe ajo rozmarina, por unë nuk më gjendesh në shtëpi, edhe nuk i vendosa, se i jep atë lezetin e vetë rozmarina patateve, ose gjithë e dafine. I kam shtuar piperin e kuq, nuk i kam edhur shumë, se ky është nga ai që nuk të djeg. I kam shtuar dhe rigonin, pastaj shtoj dhe pak piper të zi. Se në shtëpinë time am piperin e zi, e kanë qef. Tu i kam shtuar dhe vajin e ullirit, si që shikoni. Edhe tani i përzim të gjitha bashkë që të marrin atë erëzën e patatet, vajin, ke parasysh që të përzihen gjitha erëzat me vajin e ullirit dhe patatet. Pasi i kemi përzier mirë, si që shikoni, të marri atë ngjyrën e piperit kuq, i vendosim tepsi. Ja ku po i vendosim tepsi, unë nuk kam shtruar, më falni se gaboj, letër furri, se më vonë do t'i shtoj pak fare ujë në përcepa, që patatet të vinë mos të thahen, edhe të vinë të buta dhe të shishme. Atëre këtu do t'i vendosim salcice. Salcicet janë në dy lloj. Njëra është e pre feta dhe këto të tjerat i kisha marrë të ndryshme, ato pakot, edhe doja t'i ndaja me dorë, por nuk arrita dhe mora gëshert pastaj që i preva. Edhe ja si i vendosa në këtë mënyrë të gjitha. Nuk i kam mbuluar me letër furri, se nuk ka nevojë, i kam edhe pak fare vaj ulliri lart. Ato s'ka nevojë se ato të çojnë ato lyrën e vetë, por që unë i vendosa një qik, që mos të vinin të thata. I kam vendosur, si që thash, edhe një gotë ujë kështu në përcepa, që të krijoj avullin e vetë, edhe kjo ishte darka jo në njerëz të dashur mrem. Ju uroj një fundjavë të bukur, dhe kam shumë xhan, e kush ka dëshirë le të